أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه الشرفاء وبعد. Falëndërim dhe kanë Allahu xhalla xhelaluhu, salatu selam qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Tha Allahu xhalla xhelaluhu për gjendjen e besimtarëve në zjarr. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan غير الذي كنا نعمل. Dhe ata bërtasin, pisklojnë: O Allah, o Zoti jon, na kthe edhe një herë t'i bojmë do punë të mira që na kanë ikë. E Allahu u thot: أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Allahu përgjigjet dhe u thot, dhe kjo është mësim edhe për neve që jemi të gjallë, dhe që na kanë ngel edhe pak, edhe shumë pak prej kësaj dunjaje. Allahu po thot: Awalam nu'ammirkum, po a nuk ju dham juve jetë, po a nuk ja u mundësum juve me qenë të gjallë, me gjallënua, ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, aq mjaftueshëm kohë për të medituar në atë që mundën me meditu njerëzit. Wa ja'akumun nadhir, edhe as ju pat ardh juve paralajmëruesi, ai që u tërheqi vërejtjen. Wa ma lidh-dhalimina min nasir, me të vërtet për të padrejtit nuk ka ndihmues. Ata bërtasin: kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, sa herë që ata dojnë me dalë prej zjarmit, u thuhet: kthehuni mas. Edhe përjetoni atë të cilën më herët e patët përgënjeshtru, atë të cilën më herët nuk e besut. E Allahu po thot: as ju dham juve jeta, a nuk ja u mundësum juve me jetu mjaftueshëm për të meditu, për të përkujtu, dhe a nuk ju patardh juve paralajmëruesi? Kanë thonë dietarët, a nuk ja u mundësum juve me jetu mjaftueshëm? Sa është kjo mjaftueshëm? Disa dietarë kanë thonë 40 vjet. As ja u mundësum juve me jetu 40 vjeta? As i kalu të 40 ata? A nuk ishte mjaftueshëm kjo për me meditu jo? Kanë thonë disa dietarë, dhe nuk ju patardh juve paralajmëruesja. Kanë thonë dietarë, paralajmëruesi është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kanë thonë disa dietarë, a nuk ju dham juve jetë mjaftueshëm për të meditu? Sa është kjo mjaftueshëm? Kanë thonë 18 vjet. Se dikush ka me thonë 40 pas në vakt ala. Kanë thonë një grupi dietarëve 18 vjet. As që u mundësu me jetu 18 vjeta. E të këto 18 vjet, se ka për qëllim Allahu 18 vjet komplet, për shkak se 15 vjet kalemi s'ka shkrujt. 12, 13, 14, 15, deri sa të futën moshën madhore, djemë dhe vajzat, deri në këtë kohë lapsi nuk shkruan. E prej 15 deri në 18 janë 3 vjet. Allahu po na thot: a s'kem mjaftueshëm 3 vjet ju me jetu në këtë dunja? Diku 900 apo 1000 diçka ditë. 1000 ditë. Për ditë ke pas shansën me meditue. Wa ja'akumun nadhir, dhe ju patardh juve paralajmëruesi. Kanë thonë se dietarë, paralajmëruesi janë thinjat. Kur të shifsh thinjat në trupin tanë, në mjekër, të burrat dhe në flokë të burrat, apo të gratë
në flok. Kur ti shifsh thinjat, a lati si e mush në mena. A la bën plan programe afat gjate. Ka thënë dietarët, banorët e Medinës kur i banin 40 vjet e lenin dunjan dhe fillonin mu përgatit për botën tjetër. 40 vjet. Kur i kanë bën, kanë fillu më punët e dunjas, ose me lan kret, ose me izvoglu shumë dhe prokupimin më të madh, mundin më të madh e kanë bën për botën tjetër. E kanë bën për botën tjetër. Thot Imam Ilbiri rahimahullahu ta'ala, تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت فتفت فؤادك الأيام فتى ditët që po kalojnë për ditë po ta coptojnë jetën tënde, ta kanë bërë copa dhe për ditë kanë copë ta marrin. Fetta. Çdo ditë që ti jeton, një copë për jetës tënde ka shku. E gjeli është duke të prit. Ti drejt ti e duke shku. Dhe për ditë ka një copë për jetës e hum. Wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahta. Çdo orë që ti e kalon, ajo po ta gdhen prej trupit tanë. Nuk është një jetë me trup, kështu normale, nuk është një jetë me trup ai i cili ka 20 vjet, ma që ka i ka 25, ma që i ka 30, ma që i ka 40, 50 dhe kështu më radhë. Fillojnë ka 40, që 35, që 40, që fillojnë mu paralajmëru dhimbtat. Deri ka 50 që dalin ketë mejdan. Çdo sahat që ti kalon, të gdhend, ta merr ka një copë prej trupit tant. Wa tad'uka al-manun du'a sidqin. Dhe vdekja është duke të thirrë me një thirrje të vërtetë, me një thirrje të sinqertë. Ala ya sahi anta uridu anta. O shoq i jemi, o dost i jemi, ty jam të të lip. Ty jam të të lip. E një dit, ka me nazan. E një dit, do të budërzu. Ajnama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada. Kudo që t'jeni, kam ju zonë vdekja, edhe në qoftë se jeni të siguruar me një kalat të fortifikume, kam ju zonë. Qka të do një vani? Qysh dush jetoni? Qysh dush siluni? Qka të dush veproni? Ama, një dit, vdekja ka me në zonë. Fletorja është e jona. Se cili mundet me qka do me mbush. Ama nesër, me atë fletore, ka me dalë para Allahut e atë dit. Njeriu i thot, ma li hadha l-kitabi la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Çka puna këtij librit? Çka puna me këtë libër? S'pas kalon as një vepër të madhe të vogël vetë se pas ka evidentuar. Wa wajadu ma amilu hadira. Dhe njerëzit krejt punë të kësaj dunjaje çka i kanë, i gjenë prezent në të libër. O ma yadhlimu rabbuka ahada, Zoti jot nuk i bën patërci kërkujna. Le të kthehemi Allahu subhanahu wa taala para se të vjen meleku i vdekjes për të marrë shpirtin. Le të pendojmë te Allahu xhela xhelaluhu. Përmenda dje se kush është Allahu, kush është Zoti jon. Allahu xhela xhelaluhu është i plot fuqishëm të realizon çka don. Le të kthehemi Allahut. Le të mbështetemi tek Allahu xhela xhelaluhu. Le të shpresojmë prej Allahut subhanahu wa taala që Allahu të mëson gjendjen tonë, që Allahu të na fal mëkatet tona, që kur dalim para Allahu xhela xhelaluhu, dalim faqebar, duke qenë Allahu i kënaqur me neve dhe në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.